Qendra e resurseve gjenetike të bimeve belsh mirëpriti një grup mësuesish dhe nxënësish maturant të gjimnazit Sami Frashëri Belsh për një vizitë njohëse mbi aktivitetin e kësaj qendre. Në fillim pjesëmarrësit vizituan bazën eksperimentale të kësaj qendre në fshatin Hardhi, Bashkia Belsh. Profesor Dr. Feta Elezi, drejtuesi i qendrës, i njohur me koleksione gjenetike të bimeve të kultivuara të specieve të ndryshme, duke vënë theksin tek varietetet autoktone dhe tradicionale të drithërave, perimeve, bishtajoreve, bimet aromatike dhe mjekësore. Të nderuar teleshikues, ne sot kemi ardhur në qendrën e resurseve gjenetike këtu në Hardhi, ku janë ftuar nxënës të shkollës meshme dhe disa mësues të biologjisë, kimi biologjisë, ku do të njihen me farnat, me llojet e bimëve të ndryshme, të cilat disponohen nga profesor Feta Elezi. Atëherë të ndjekim aktivitetin. Janë në vite të ndryshme, që unë i mbjellë se si mbjellë ndo çdo vit, njëri është i vitit 2020, tjetëri 2021. Mund të shikoni këtej varietetet të tjera. Ky është një varietet gruri, i butë, i krijuar në Universitetin Bujqësor të Tiranës, në të cilin për gjatë 10 vjet kam qenë edhe bashkautor derisa regjistruam katalogun kombëtar. Është një varietet shumë i mirë. Kjo është bamja, e njihni bamjen? Është shumë e mirë. Kjo është domate shqiptare autoktone, Sanjollasi, Berseki. Keni në një kolonia? Lorigin. Ky është i spec shumë i mirë i vendit, nuk është nga pak i prodhon shumë i madh i trash, por është shumë i shishëm. Shikoni në fresh të fare, i verdh. Ky është speci tjetër që është për peza, ai është shumë i mirë për sallatë. Vazhdoni duke parë rasisa një konferencë në Istanbul, mora, e mbolla dhe kam dhe ruaj ju jap atyre që ky është kritiku. Kështu që kjo e mori një dekorat për sot. E ka tjerë kategosë, pranoj. Tani, ky është shalqini që e pëlqejnë shumë, shalqini vendit. Jo, po ju shpati populli thot bostan. Kurse ne nuk e kemi bostan, e kemi tjetër shalqi në grupin gjitha frutën bostanore. Ky është pjepri, ai është shalqini. Kur thot baba ose nana bostan, merri bostan pjepër do nomi apo shalqi. Më pas, pjesëmarrësit u vendosën në salën e qendrës ku profesori ju shpjegoi domosdoshmërinë njohës, ruajtjes dhe përdorimit të qëndrueshëm të varieteteve autoktone dhe tradicionale. Kjo është shumë e nevojshme në kushtet e zhvillimit të shpejtë të agroturizmit në zonën e Dumres. Gjithashtu ata ndoqën një video mbi kultivimin në këtë bazë të resurseve gjenetike të bimeve të arave dhe një tjetër për koleksionin gjenetik të drufurëtorëve. Ky është gjithë problemi i vitit kaluar që është prodhuar e përpunuar këtu në të sallë. Shikojeni, gjitha llojet të ndryshme të domateve, varietetet të ndryshme, por edhe specie tjera. Në atë kohë, korrik kur vine këto dhe dita prodhohen për të prodhuar farë, sepse fara i vetin është qenie e gjallë dhe ka një limit caktuar kohë sa jeton. Gjithë që janë virse, asaj bëhet e padobishme, që duhet ta rigenerojnë e pasere. Përveç se për të parë. Ne
këto që punë që bëjmë, përpiqemi sa të jetë e mundur të transmetojmë atyre që kanë dëshirë dhe kanë interes. Në të mosh, sidomos për mu, profesor Shefqeti e tjerë, i kemi shumë të rëndësishme për të transmetuar njohurit. We have a problem to transmit knowledge. Këtu, pra dita fushore, është rrënë vjetë 30 maj, të gjithë këtu janë të Ministrisë Fuqisë dhe qendrave drejtorë, specialistë, kjo drejtoresha e Endit Kombëtar të Farave, drejtoresha e Institutit Genetikës, atje ku kam qenë unë për 8 vite, drejtues, edhe e njihni besoj, të shumë në tu. Por, vitën e kaluar, kanë ardhur 6 ekipe drejtorësh me nxënës të mesme nga Tirana. Fatkeqësisht, jo nga Gjimnazi Beshit, edhe unë ndjera shumë për vit për ai rruga drejtore, dhe ju falenderoj, ju, zyshën e gjithë nxënësit që morën pjesë. Besoj që jo përveç shkollës, por dhe më vonë, unë, shoqet e mia, të mundemi të vijmë përsëri, dhe ju urojmë suksese sa më shumë. Po, ka një kusht për vizitat ashtu që dhe këtu do të punoni përgatisi diçka. Ashtu është edhe më punë, bashkëpunimi. It was very beautiful. Thank you for coming. It's so interesting also that to involved with the universities in America too. So it's very nice to see. Thank you. Thank you. Mua ishte kënaqësi që mora pjesë në këtë event. Sigurisht nxënësit tanë janë nxënës që aspirojnë për të vazhduar më tej universitetet dhe pse jo, edhe degët të tilla si degët e bujqësisë ose pranë saj janë shumë të preferuar. Nxënësit e shkollës tonë që kemi tani janë madurar. Ne dëshirojmë që këto të kenë rezultate sa më të larta në prodhim. Dhe pse jo, në kushtet kur turizmi përlulëzon zonën tonë, ta preferojmë të fush, të kombinojmë të bujqësinë me bizneset e shërbimeve dhe që prodhimet jenë sa më pranë natyrës, sa më bio e kështu me radhë. Po ju them një detaj. Disa nga studentët që kanë pasur për ato 20 vjet të fundit janë pedagogë, janë brenda vendit dhe jashtë vendit, dhe në Universitet Bujqësor. Ka goca që una nga Belshi, Lek Speqini, ajo Dervishi, janë pedagogë, kështu që nuk është keq dhe atje. Ju falenderit. Atëherë këtu jemi me mësuesën e gjimnazit, profesorën Gjosa të biologjisë. Atëherë dy fjalë për këtë vizitë që bën me nxënësit në këtë qendër të resurseve gjenetike. Ne me nxënësit nuk kemi ardhur ndonjëherë këthe dhe ishte një përvojë shumë e bukur. Nxënësit domethënë shfaqën goxha interes për farat e reja, për bimat e reja që nuk janë mbjellë ose nuk janë kultivuar gjatë gjithë kohë, domethënë për shumë kohë këtu. Dhe them domethënë që kjo do jetë një gjë e bukur dhe do e përcjellet edhe eksperiencat e tjera. Në bashkëpunim dhe me nxënësit. Dhe ju sot bëhet një vizitë në qendrën e resurseve gjenetike. Si ju duk, çfarë mendimi keni? Ishte një eksperiencë më unike, hera parë që zhvilloi diçka të tillë në Shqipëri, jo vetëm në Belgj, dhe besoj që kishte një sukses të paparë jo vetëm për mua, por dhe nxënësit e tjerë të klasës time. Me vërtet ishte një eksperiencë shumë e veçantë, e bukur dhe relaksuese jo vetëm për ne, por gjithashtu edhe një mënyrë për të mësuar më shumë rreth vendit tonë, por edhe kultivime të ndryshme që ne kemi. Hajde Zyshe. Atëherë faleminderit dhe ju uroj suksese dhe të vini dhe herë. Faleminderit juve. Atëherë profesor ju kishit ftuar sot një grup nxënësve gjimnazit bashkë me disa mësues këtu. Edhe cili ishte qëllimi dhe çfarë ofrit? Spari ju faleminderit juve që morët pjesë dhe pasqyruar këtë aktivitet që për ne është shumë i rëndësishëm. Sot morën pjesë, i kishim ftuar një grup mësuesish dhe nxënësish të gjimnazit Sami Frashi Belshit për të parë konkretisht koleksionin e bimëve të kultivuara, që cilët ne i mbajmë, i ruajmë dhe i përdorim sigurisht edhe për të mësuar për teknologjinë
dhe përdobinë e tyre në shërbim të agroturizmit. Besoj dhe shpresoj që edhe më shumë në të ardhmen të rinjt do të jenë të interesuar të njohin dhe të përdorin këto varietete autoktone dhe tradicionale të vendit tonë. Atëherë unë besoj se do ketë tjera vizita nga nxënësit e gjimnazit, jo vetëm Belshit, po dhe të shkollave tjera, këtu në qendrën tonë. Unë më t'i siguroj që kushdo që do të shpreh dëshirën në grupe të organizuara, jemi të gatshëm, t'i presim, t'i vizitojmë, sigurisht në kohën që ato kanë më të përshtatshme për të vizituar bimët. Atëherë unë ju falenderoj në emër të televizionit Belsh TV për punën e madhe që keni bërë këtu në zonën tonë të Dumres, dhe është kënaqësi e madhe për ne si banorë të kësaj zone. Ju falenderit edhe juve që jeni gjithmonë pranë qendrës tonë. Të nderuar teleshikues, siç edhe na ndoqët, ne sot si televizion ishim në qendrën e resurseve gjenetike këtu në Hardhi, ku profesor Fetaj Lezi, drejtuesi i kësaj qendre, kishte ftuar një grup nxënës nga gjimnazi i Belshit bashkë me disa mësues dhe drejtuesin e kësaj shkolle, drejtorin Zëdi Hysa. Ata u njohën këtu me gjitha bimbët të cilat ishin mbjellë. Dhe faleminderit për vëmendje, mirupafshim në emisione tjera.